Një të përmend veç një qik, publiku mendon që e ki veç një qik. 41 vjeçar tha po sa fëmijë? 3 vajza i kam. 3 vajza? Po. Sa vjet? Kjo madhe është 19, e dyta është 16, e treta është 15. 15, dhe më thënë fëmija i fundit 15. Po. Po, a do me bo më fëmijë? Po, besoj se po, tash jemi pak në dignitet. Gruja në kam shtatzan, mas 15 vjetëve, po se qka të këqysh nuk kemi i pyt asë njëherë. Kusho drita Berisha? Bashkëshortja e. Bashkëshortja jote? Po. Aja më ka shkru, edhe fëmijën e ka këqyrë, mas 3 qikave ki djallë. Që është gjallë ty? Ka dash me ta bo befasi, kër je nisë për Kosovë, bashkë me qikat ka ndasht. Po ti, a shoja ka bana për një? Jo. A i gare ka bana vëq? Mesazhi më ka ardhë sot, edhe kanë kallëzu që gjinin e kanë këqyrë, djallë, tash që se ka ushë doktor Reun, për ta marrë myshden, dush me mblena i sanë. Mas 3 qikave, pas 15 vjetë të qikës fundit, ki djallë. Për një ma kom. Për një ma, unë se di se si më gonë aty, se si më doktorri, po. Mos më shtinë emocione, se... Ja, s'ki nevoj emocione, që u mere me ngërë. Ta bëj për herë, bile i pari, për herë. Herë pas, po Se faleminderit. pra herë atë bojnë që shto, Faleminderit. edhe unë i kom 3 qika dhe djallin ma të voglin. A, zoti ta. Pa ma njek dorën mu zbarë. Faleminderit. Po, tash s'ka me dhamë bakshish, se ki el kiqit ashtë. Ti më su, ullë që ti, ha. Okej. Që është të dinë me bati, ja. Pa ka shumë, ke mujtë me prit, që Valen, faleminderit shumë për këtë. tuk që ki prit ka shgat, po se ki dit. Bash, ja kam vjetë diqysh, se kom prit me Jo, vërtet. mu merr- Kom marrë për kangë, diqysh o kam do këtë kajtash. Po dhe po mu merë shumë interesant, se kur u lejmu, apo dhe, se zakonisht të më shkruin, kush janë jashtë, kanë nej kongë, nej dishka. Edhe kur më shkruvi herë, thash, sigurisht e ka nej promovim, ta dojmë i bo një farë surprize. O, faleminderit shumë për teje. Inshallah e ki edhe ti djalin me ymër, faleminderit shumë. Për herë të koftë, Herë pas. për herë kur ta bënë, se në zgutemi herë pa Faleminderit shumë. gjithçka Valen, po, me kohën e vetë. po normal, që shë ka shku. Edhe i konë kur ta bënë për djalin, Tash vine edhe për djalin. edhe mua aty. Po normal, do të me qitë fjallë që ma ke dhënë surprizën, faleminderit. Normal se duhet. Po folim edhe pak për kongën, para se ta përfundojmë edhe këtë emisionin, ne po besoj që son të gëzushëm, ti kemi thirrë. Po tash, se të kryet me Telefonin- njerë, do të me thirë. Faleminderit shumë, me të vërtetë më ke emocionu, se se kom prejt. Do më thonë, shtatzon, po nuk ka të regu se që shtek veç, Ka ndash me bo më interesanta, sigurisht. po nështi. Këto në kjo pritje... Unë mendova që e ka komplet. bënë. Jo, që fse më kanë bëhaj gorë ata me mua, dhe më për bëhaj gorë, po se besoj që e bën dikush para Jo, televizionit. mëse se besojnë e pas të shkru, ajo është koka vërtet, faleminderit. Konga, dveta është verore, është fare, më kallëzove, po spotin që e pash është me pika të ujit, tura ka pak shi, kështu një farë atmosfera vjeshtore. Si Po, konga ato të shkara shi do shta me bë pak mirë, po tash sa ka dalë zdi. Ta këqyrim që shpo reagojnë njerëzit. Ta shoj ma ja këni qëllu ajo. Ti më sonal, bën kongë prapë, Faleminderit. vazhdo ma tutje, a darsma në reklami bo kështu shvizur rastin. Njëherë për dasma nuk muj, Se? se si të ku pa ka dhe pak ma herë të kemë pas një rast vdekje, edhe i ku manullu shumë, edhe gjërimet e vitit të ri nuk muj se vjetë, tek vitin tjetër. Po, e di edhe atë rast që fatet, ke shumë rastiron, pa besushme, po besoj që në të ardhmen do të vazhdojnë, sigurisht me. Po, tash artistat që ta kanë pikë dopë se kur des dikush e familjes, do të s'mundesh me njëherë me dalë në skenë, se unë për veti s'kisha mujtë kur. Tash kur vdish mota 17 vjetë kom nejtë, s'ko mujtë me pnu, po tash në artistat duhet pak se kjo është punë. S'mundesh me thonë për shembull shefit se nuk mund me dalë në punë. Po. Se jam rast dek, një ditë e 2, po shem. Kështu ashtu darsma një herë s'ka, ta shojmë për më tutje. Jo në Zvicër ka, me distanca, me kësi ka, ahengje ka, edhe thirin. Na kanë përkra shumë, me të vërtet. Po lojnë Zvicra me bo darsma? Po lajnë, po lokal, dhe më thonë me distancë, me maska,
Tash varet prej, për shembull se stash në çet kohë kur jena stash është rrit tensioni, është e pamundshme për mi 50 vjet. Atëherë Po dhe shumë problem, dorës më tash se s'po guxojnë me prek, ishim të fol me daimin, s'po guxojnë tash me prek edhe bakshishin kur veçojnë atë. Ai tu afru më çit bakshishin konktojt apo Western Union. Për mos më prek. Ose kartën, ja çet aty atfare automat. Hiç mos më prek Western Union edhe më çu kodin apo dhe. E tash njëri të ja bua ti pit ndarë se smaknove kongën, po du më shkujt, se më ka ardh kodi, halo. Ka ardh kodi mi të ek parat. E ti. Darsmat online, së shpeti. Po. Virtual darsma. Ti në shpi, tu najt veshësh ndrejshësh në shpi, ose i prek ato pullat, për du më do kështu, ti rrën tavolinë tone, pirë dhe e shilt mrapa, si shkollat që bibojnë edhe, darsmën se cili pi tavolinës vetë. Inshallah, lutna Zotit sa më shpejt mu qelë, sidomos për këta kongëtarë që në Kosovë, se na apet për shembull nuk ecë ski ose stirë nëse është kjo smunje, e kem punën, edhe nuk na huqë rroga, po du me thanë, po qëta se më varën për muzikës, është goxha shtirë. Të falenderoj diçka publikut për fund? I falenderoj të gjithë për krahje, për respekt, do me thanë qysh se ja kom nisë, kangë s'parë, asë një negativ nuk e ku marë, asë një koment keq, i falenderoj nga zemra gjithë. A i tutesh komentave që ja se zakonisht? Po, shumë i tut na. Pse? Shumë. Na mësuam kur ta bëj klipin ose kamën ose bëni emision më mas. Veshën mos po ka far fjalë se veshat nxjerr në shti ose stili ose lëvizjet ose nuk e mendojnë për një man në komente, nëse ta shkruani koment keq nuk e mendojnë seriozisht. Vjet çashtu, ai sa herë më ma shkruajnë, valon ta dhëroj je më i mirë, çat mësafirin e fundit ku gjetëm me ti ai magara e budalla, mos ne përshëndetje mos më i dhna ta shkruan. Kjo ka mirë, po për shembull thonë si e ka din ose s'po din ose je vesh keq ose pas ke zonin e keq ose si ke prek çat temës. Po tutesh që thotë je vesh keq ki mu desh, për desha. Po jo. Ta përfundojmë sonte, shikues të nderuar, më falni se unë jam duke I punuar dhëmbët dhe kaj fjalë po më dalin dallash derisa ti kryj këtë. Ta nalt pesh komunizmi punu, kur ti punoj edhe këta poshtë do t'ja bëj edhe reklamë doktorit ta më të mirët Valer Haxhocaj, I cili që sa vite këtë neve shka jemi rrethit tonë, televizionit tonë, doktorit televizionit tonë. Deshta me përshëndet edhe një njerëz vitet që më rrin gati për çdo herë ku të fletëroj, Zefi Rajzen. Ai kujdeset çdo herë ka kanë thirrë një natë përpara dhe ma xhan biletën edhe kujdesohet edhe e bën një çmim shumë volit shumë. Reklama? Jo reklam, po dashka vetëm me falenderoj. Sigurisht nuk e njët këta kush ke që kjo agjensi turistike. Atë që për ta lojmë, s'ka problem. Dashta me falenderu se... Shkojmë me klipin, se sa ja ka qëllu Nikola, ti e di aty, na edhe me këtë kongë e kishim përfundu edhe misionin për sonte, falenderoj shumë, për herë edhe që po bosh babë edhe herë. Ka që ke për sonte, rrini edhe me klipin, edhe shihemi në javë tjera në vazhdim. Faleminderit.